Sidomos mbas luftës, fëmijët në rastet caktuar kanë qenë edhe me trauma, me thonë të drejtën, kom disa raste. Ka fëmijë që kom pas një rast që është dashur nana me qëndru gati 2 vite me një klasë. Kom pas një zavensim të ajo klasë, kur jam shku për një vete kom bindat fëmijë për me shku vetë në shtëpi dhe nana mos me qëndru me ta. Ke aty dhe i kom thonë, a le të shko nana të shtëpia dhe të na qet një çajnik. Edhe unë me ty shkojmë bashkë në shtëpi edhe e pim ka një çaj. Unë du me të përcjell sot deri në shtëpi. Kemi kryer mësimin, nana ka shku në shtëpi, mandej jam shku rrugës. Edhe gjatë rrugës e kam bler një alë shku atje, më ka prit ajo nana shumë mirë. Kemi qëndruar një orë 2, që nga ajo ditë ai fëmijë. A jetoni në Peja jashtë? Po, në Pejë jetaj, edhe punaj. Edhe punon me çfarë merrni? Unë jam mësimdhënëse, mësuese mësimit klasor. Oh, sa mirë, sa më rikujtje. A vleroni sa vite por këtë punë? Qysh mbas luftës punaj. Po. A është vështirë sot rezultantëse me çfarë? Jo shumë, me thonë drejtën, ka ndryshime në qasje me fëmijë, sepse po ndryshon. Pak edhe teknologjia është në pyetje pak më shumë. Fëmijët pak ju ka humb durimi, nuk janë shumë qetë, nuk ju doket gjithçka interesant si përpara. Po mirë, në përgjithësi mirë, po përshtatem edhe na me trajnime, me këto po ju përshtatem edhe kohës edhe mirë, po ja dalim. Është një punë e shejtë, me thonë drejtën. A ka mundur zona herë këtë punë? Jo, unë shumë me kënaqësi edhe kam pak trashëgimi familjare. Kemi qenë qysh mati edhe mësimdhënës. Po mendoj familja, gjyshi im ka qenë edhe ai mësimdhënës, kështu që punoj shumë me pasion, me dëshirë, me kënaqësi këtë punë. Pse po i mbetet arsimtar të mësimdhënësit gjatë nëse diçka ndodh me nxënësat? Nuk po di, nuk kam pas ndonjë rast tillë që kem pas ndonjë faj, po është ajo fjala ur popullore, faj është jetim gjithmonë, po nuk kam pas nga përvoja ime as në kolektivin tim ku punoj që ndonjëherë është fajsu mësimdhënësi me diçka shumë të madhe, po diku përshtatja pak me prindin, ai trekëndshi pedagogjik, jo ndoshta edhe funksionimi prind nxënës edhe mësimdhënës mundet me pas ndonjë shkëputje dhe kaq më me thonë se jo, diçka që është punë e shejtë. Besoj që gjithkush, sidomos na me mësim klasor nga klasa e parë deri të 5-ën, s'kem çka mos me pas, po puna, dinamika, jeta ka ndryshuar shumë. Edhe prind kanë dinamikë të madhe të punës, të jetës, kështu që gjithçka është në shpejtësi. Merren prind sot me fëmijë? Po, mirën përgjithësi, po. Muj me thonë edhe fatkeqësisht edhe fatmirësisht, sot punojnë të 2 prindrit. Dhe sigurisht kohën për fëmijë kam pak më të limitume. Vim prej punës, janë të lodhun. Unë i arsyetoj shumë prind të sodit, sepse kur punon deri në ora 5, çatërjeve që i lodhum, e ki mongër një drek me familjen, koha shumë e shkurt për mja u kushtu edhe fëmijëve, gjithçka është e lodhme, e konsumume dita. Kështu që, po qatë kënaqësi që e kanë, besoj që e ndajnë bashkarisht. Do shta edhe me ditë vikendja, diçka, kështu. Ti personalisht, a je nën? Po, nën, edhe gjyshe jam. Edhe gjyshe, mërkuri sa e re duke është. Faleminderit. Meresi kompliment. Faleminderit. Sa ja kushton kohën fëmijëve, familjes? Shumë. Unë jetoj edhe me djalin, edhe me nusen, i kam edhe 3 nipa në shtëpi që jetoj, veç hapësirën pjesën që e kam me njëre kohën, gjithçysh ja u kushtoj fëmijëve dhe i du fëmijët. Për mu, fëmija është shumë i shejtë. Shumë i shejtë edhe çdo moment, çdo çast që m'jepet ja u kushtoj fëmijëve, edhe nipave dhe fëmijëve, një që me 2 vajza kam dalë sot, është kom pushim, se kemi pushimin vjeshtor, edhe po i ndajmë disa çaste, disa momente zbashku. Në moment interesant nga jeta që të ka ndodhur me fëmijë që në çaste të punuar, në një moment me ndajt me ndjekës. Po, kemi sidomos mbas luftës, fëmijët në rastet caktuar kanë qenë edhe me trauma, me thonë të drejtën, kom disa raste që nuk më i përmend, po ja kom arrit me dalë të fëmija me afërsi, me emocione. Ka fëmijë që kom pas një rast që është dashur nana me qëndru gati 2 vite me një klasë. Edhe kom pas një zavensim të ajo klasë, kur jam shku për një vete kom bindat fëmijë për me shku vetë në shtëpi dhe nana mos me qëndru me ta. Do me thonë, me butësi, me ato kreçka, ja kom largu atë ndjesi të keqe. E kom bo, me të thonë drejtën, kështu më ka ardhë e qastit. I kom thonë, nana ke aty dhe i kom thonë, a le të shko nana të shtëpia dhe të na qet një çajnik.
Edhe unë me ty shkojmë bashkë në shtëpi edhe e pim ka një çaj. Unë du me të përcjell sot deri në shtëpi. Edhe i ka pëlqy nxënësit. I kemi kryer mësimin, ona ka shku në shtëpi, mandej jam shku rrugës, edhe gjatë rrugës e kam bler një album. Zbrast, kështu me pata, si dhurat djalit. Kom shku atje, më ka prit ajo nana shumë mirë, kemi qëndru një orë, 2, që nga ajo ditë ai fëmijë ka ardhur vetë në shkollë dhe u shku në shtëpi vetë. Do me thonë ka pas një traumë lufte familjare. Po, është një qasë që nuk e harroj kur. Ka vend fillimet e vitit, pa hym punë kështu me kontratë, po në zavendësime. Kështu. Lumë si ne që kemi kësim së ndonjë. Faleminderit. Do me thonë janë të afërt me nxënësa, që nuk është lehtë tash. Po të thëmë të drejtën, unë shpunoj në shkollën Nazreni, kemi një kolektiv shumë të mirë, punojnë me shumë pasion punën, nuk na ik kur gjovë, plan programet I kemi çdo herë mundemi për mi realizu, po ndoshta ka ndonjë element I vogël, po gjithçysh ja dalim. Është punë, unë e mendoj është shumë punë e shejtë. Është ardhmja e vendit, duhet me punu me ta. Prej tyre pritem, është taban I diturisë, është taban I vendit, taban që duhet që thonë që aty fillon gjithçka. Që është edhe piknicja. Po, mama, po. Po do në fund si me studentëse që të natëve të fëmijëve kudo që janë një mesazh, një këshill më ja don. Po, le ta shfrytëzojnë çdo moment për familjen, e sidomos për fëmijët që nga mosha e hershme, koha ik shumë shpejt ik koha. Aq shpejt sa vetë kanë me pa dhe qysh. Unë e di, unë e thash, e ceka, po I arsyetoj përgjithësi prind, sepse sot po punojnë të dy dhe është shumë, konsumohet dita, sepse puna është punë. Dhe kështu që në shtëpi kur vjen I lodhën dhe ndoshta ndonjëherë nuk mundet me janë kushtu fëmis sa duhet, po me zemër sigurisht që po, secila nonë edhe secili prind ja kushton, po le ta shfrytëzojnë çdo çast edhe çdo moment jetës, sidomos për fëmijët e tyre. Ishte shumë kënaqësi privilegj të takosh me se aq të mirë. Tre më të mira në jetë, shëndet. Faleminderit gjithashtu.